Atë natë, e dini nëse bashortja juaj ka pas gjësende me vlerë? Jo. Kjo është foto e Liridonës. Nuk mundi me këshyr. Si që sheni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majtë ka pas 2 bilyzyk të arit dhe 1 unaz të arit, dhe nëse ka qenë pre i grabitjes, pse nuk jonë marë këto stoli për çudi. Tërgana cila është e vërtejta. E shtatima, ke këti kokën ose ke këti? Nuk më kujtohet sakt. Cila... Akuzuar e najmë, ju keni thënë se natën kritike, ju dhe familja juaj, bashortja dhe fëmijët që ndodheshin në vetur, keni qenë pre i grabitjes. A është kjo vërtet? Po. Mirë. Grabitje në nënkërcënimin e armës. Grabitje në nënkërcënimin e armës. Atë natë, e dini nëse bashortja juaj ka pas gjësende me vlerë me vete? Jo. Nuk ka pas gjësende me vlerë? Jo. Mirë. Përveç kuletës, para. Përveç kuletës, parat. Atëherë, gjykata do t'ju ballafaqoj me një foto të viktimës, e cila natën kritike dëshmon se çka ka pas me vete. E paraqet në ekran një foto të viktimës, e cila natën kritike shije se çfarë ka pas me vete. Edhe pak syl, nëse mundesh, po, edhe pak. Mirë. Kjo është foto e Liridonës. Nuk mundi me këshyr. Ku shihet se Liridona në dorën e majtë të saj ka pas 2 zinxhir, 2 bilyzyk të arit dhe 1 unaz. E ndërën syl e vendos këtë. Kjo nuk është pamja e Liridonës, është vetëm pamja e dorës së Liridonës. E sheni, këto, kjo fotografi është marrë nga, po mendoj nga kur ju ka bo autopsia dhe është paraqit kjo pamje se çka viktima ka pas me vete në të 2 duart. Si që sheni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majtë ka pas 2 bilyzyk të arit dhe 1 unaz të arit. Këto stoli cilat i ka pas bashortja juaj, janë të gjitha stoli të arit, janë paraqitur këto në foto, pasi janë largu me rastin e realizimit të autopsisë nga mjekësia ligjore. A keni ndaj përgjigje lidhur me këtë, me qenë se ju deklaruat se nuk... A mja të foto? Me qenë se deklaruat se ju nuk ka pas asgjë me vlerë natën kritike, a ki përgjigje lidhur me këtë? Me fotot që i pam, që dëshmon se Liridona natën kritike ka pas stoli të arit, ka pas gjësende me vlerë, dhe nëse ka qenë pre i grabitjes, pse nuk jonë marë këto stoli për çudi? Unë këtë pyetje ma ka bo edhe prokurori, kur kom qenë në prokurori, dhe ju përgjigjit, edhe për ju përgjigjem edhe juve. Në momentën e grabitjes, dhe vetëm gjonë që ka kërku, ka qenë telefonat dhe parat. Nuk ka kërku gjonë tjetër. Fëmit, ku kanë qenë të ullur në vetur natën kritike? A kanë qenë 2 afër njëri tjetrit, apo sepse vetura jo? Po, ka qenë, njëri ka qenë ullë mbrapa meje, tjetëri mbrapa Liridonës. Tjetëri mbrapa Liridonës. Nga cila derë kanë dalë fëmit? Kanë dalë nga dera e njëjtë, apo nga 2 dyrë të ndryshme? Jo, nga dera e njëjtë. Nga dera e njëjtë kanë dalë? Po. Akuzorin e si që shihni ju në foto, në mes fëmive ka qenë elshuar ajo pjesa
ndarse, aty është lodra me ngjyrë të verdhë e fëmijëve. Edhe ju po thoni që fëmijët kanë dalë nga e njëjta derë. Po. A mundesh më na dhoni një sqarim sepse po shihet që hapësira ka qenë shumë e vogël, lodra ka mbetë po aty ku është, si ka mundësi me ndodh kjo? Fëmija dalin për të njëjtën derë, lodra nuk lëviz, mbetet aty, edhe pse po shihet në foto se ajo hapësira shumë e vogël për me kalu edhe fëmija tjetër, e lodra me mbet po aty ku është vendosur nga fëmijë sigurisht. Nuk e di gjyqtare, une po të regoj që shka ndodhë. Jo, nuk keni gjeni se si ka ndodhë. Keni deklaruar se ju me të akuzuarin Granit Plava spontanisht e keni bler armën, revolën, dhe çmimin e keni paguar, asaj revole e keni paguar jo. Po. A është kjo vërtet? Po. Kjo është e vërtet. Nëse mund të edhe një herë me i tregu gjykatës, pse ju e pagujtë të çmimin e një revole me cilën e ka marrë Graniti, nëse ki një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmen. Kjo ishte arsyeja. Ja, akuzuarin e më, a e dini që ma të revole është vrarë bashortja juaj? Po. E kom kuptuar. E keni kuptuar. Cilën pjesë të rrugës ke qenë në një uri që është duke orë mbrapa teje Granite. Dhe të shtëpin kërja të regova. Deri shtëpin kërja të regova. Po gjatë rrugës më ka thirë, më ka thonë... Por gjatë rrugës më ka thirë, vish më së për shkrem edhe për përkëthem. Ku jemi i trinë? Dhe më ka thirë dhe po qatë ka... Po edhe më ka thonë mos vëzit atë shpesës për muj me të në zonë. Se tha, të regoj që policia ja ka morë paten shoferin dhe kishte frikë që mos e nalin. Zbritja juaj nga vetura. Kur? A është e kërkesë e grabicët? Apo dollët jo vetë? Jo, dole vetë. Dole vetë. A mundesh me na të regu me qenë se grabici pas ka qenë në anën e veturës ku ka qenë ullur Liridona, dhe nuk keni pas penges në rrugë, cila ka qenë ashtuja që nuk keni nisur vrollshëm me veturë me qëllim që të largoni nga i vend. Nuk mu ka kujtu në atë moment. Liridona tha ku... Vish më sigur. Po. Nuk mu ka kujtu në atë moment, Liridona tha, qëka tha Liridona? Ku hajni, nuk e di shka kështu. Tha nalo. Edhe kjo ishte edhe arsyeja pse tani u nala. Shërtimin e kaluar keni deklaruar që kom kthy kokën dhe Liridonën se kom pa. Po, kur... Po veç të tregon atë cila është e vërteta. Se kem dy deklarime të juve, të dim të është cila... Kur ka ndodhë krisma nuk e kom kthy kokën mrapa, kom vazhdu me vrapu, dhe momentin kur ka ardhur vetura, saj... Po, nuk e kam kry kokën, me shiku. Deklarimi që ke dhënë pasi që kom dëgju krisme, pas disa sekondave kom kthy kokën prapa me këshyra Liridona. Pasi që ka ndodhur krisme. Shërtimin e kaluar. Po, pasi që ka ndodhur krisma. Ndërsa sa deklarova që se ke kthy kokën, është për në interesan cila është. Mund të është përgjigje sa më të shkurta, prasysh se që 3 seanca ke në deklarim, që që... E shtatima, ke kthy kokën, a se ke kthy? Nuk më kujtohet sakt.
Cilla, po e di që e kom kryt kur ka ardhur vetura. Nuk më kujtohet sakt, cila është, a kom këtë kokën e ju. Si shkojmë shpejt të gana. Pas raportit mjekësor, si edhe fotodokumentacionit, shifet se Endjera Liridona plumbin e ka pjesën e djathtë kokës. Ndërsa në andën e majt, të dorës e majt i ka disa shenja. Shtrëngimi, më zga posha. Po, thotë, Në andën e disa majt, shenja të shtrëngimit. të shtrëngimit. Mund në spjegojsh që shka mund të mi more e këtë lëndime nëse personi që ka grabit ka qenë në andën e djathtë dhe Liridona nuk ka dorë fare për veturës. Nuk e di. Vetëm pak, ta shkojmë pyetjen, këto lëndime, kur Unë do më thonë, këto kemi sqaruar edhe me ekspertë mjekoligjor. Ti vishtë ja ki përgjigje? Jo, unë nuk kam përgjigje. Në regullë është, s'është. Dhe pjesa që më është sekuestruar ka qenë kusuri nga ato 2.000 euro që më kam bërë. Ne, të vishë po kalojmë të kjo pjesa e restorantit në Graçanicë, se emnis Etnokuqa. Nuk është më rëndësi emni. Për interesën e dim që është një hapësirë jo e madhe atë. Vishë të spjegoj, është një hapësirë jo e madhe. Gjithashtu në bazë videogjizimeve, si cilat jenë administru shëtëmi gjësor, shivet si pas juve vjen kushtrimi dhe ullët një pjesë jo shumë lartë. Graniti. Pse graniti? Vjen kesë për emna se vjen graniti dhe ullët një pjesë shumë ofër prej pjesën atës është. Jo gjithashtu kalon e pjesën atë për me shkun toalet. Se janë një gjëzime. Edhe bëne me pjesë me dorë. është pak qartë, nëse kini familjar që të ofër, e mos për po. Nuk ka qenë familjar. Graniti shaka, kush është? Edhe atë keni taku. Ku atë keni taku, ja ke ble orme? Po nuk e kom pa unë në restorant asë njëherë. Kjo është e vërteta. Po është në distancë shumë e vogël. Nuk është, ju po e bëni restoranin si më konë? Si cilin e kam ka njëherë. Ne e dim atë restorant. Po, nuk është edhe shumë i vogël. Por si do qoftë, jo. Pjesa e mbrençme është e vogël, nëse dole për balkanët që është i tjetër, pjesa mbrençme. Edhe pjesa ku ullë, ku shtrim, këj graniti, në bas kamerave shijet që pjesa toaletit është shumë ofër, ku këni kalu jo. Në regull, unë si do qoftë, unë nuk e kom pa asë njëherë. Kjo është e vërteta, asë njëherë. Cila është arsyeja që bën me gjeste? Nuk ka lidhje, kur gjonë me granitin, ajo akum kru hunën, që ako bone nuk e di. Se shikimin gjithmonë e ki pjesën ka është ullë graniti. Pa në unë me pas po granitin, unë isha shku kësha full me ta. Tu që dhe po të pyjtëm na, ke po shikimin e ki gjithmonë ka pjesën ku ullë graniti, e ki një gjeste që bën me dur, me po nuk i fletë. A është varet si interpreton atë gjest. Ai gjest nuk ka qenë i drejtuar ndaj granitit.